Mirëdita të dashur miq. Para disa ditësh, në vendin e punës ku jam, erdhi një dalik e madhe, ma une. Shikoj targën Albania. Ndonë se nuk lejohet në atë orar pune pas dite, se nuk funksionojnë as zyrat, as gjë, për pun dokumenta që marrin. Unë i kam pikë të dobët, jo vetëm shofera shqiptarë, diskutohet në veçanti, po dhe tuajt e tjerë që vinë, qoftë nga Turqia, Ukraina, Bullgaria, Serbia, Makedonia e Veriut, vinë shumë. Dhe i ndry drejtorit shumë herë, e marrë në telefon, i them, ama çfarë të bëjmë se ai gjunat, ku të rijë, jashtë, ku të parkojë, kanë nevoja personale, tjera. Fute o mundi, më tha. Edhe i futa, më falenderoj, shoferi. I thash për çfarë ke nevojë. Këtu jam. Në një çast të kohës, në kohë të lirë, biseduam për situatën, për gjendjen tash në Shqipëri, për protestën e madhe e tjera. Nuk do të zgjatem. Kur ndjeva keq dhe së ndjeva vërtet mirë kur më tha, more mundi, tha, ne brezi 40 vjeçarve, për veten e tij dhe brezin e tij, se unë kam qenë 40 vjeçar para 29 vitesh, kemi mbetur, tha, analfabet. Çfarë pret nga ky brez? Filluam shkollën e lamë, po dhe në bëmë me brek në përqanë, më falni për shprehjen, po kjo është e vërteta, tha, një popullore është. Dhe në jetë të them të drejtën, unë personalisht, po dhe shoqëria që kam, tha, e tjerë, nuk kemi zën libër me dorë. Jo të shkollës, ato iken as në mbaj mend, tha. Po një libër, qoftë, roman, libra filozofik, historik, e tjera as bëhet fjalë, ato as kemi idenë, tha. Po të lexojmë diçka, të mësojmë diçka. Babai im, tha, i lëqitur, ka lexuar, ka bërë. Unë çuditërisht, tha, dhe shoqëria ime, po dhe të tjerë që ndesh, tha, të këtij brezi tim, tha, jemi në tërë kuptimin e fjalës analfabet. Atëherë çfarë pret nga ne, tha? Çfarë pret nga ne? Çfarë të ardhmë mund të krijojmë ne? Krijojmë atë familjen tonë, me atë edukat që kemi marrë, nuk kemi të krijojmë, tha. Njerëz të thjesht jemi. Por nuk arrim të kuptojmë situatat. Aty ku na dhem për reagojmë, deri kaq, tha. Për analiza dhe për reagime objektive, për të ardhme, në të flasim, të kemi atë lafologji edhe aftësi, analize, mos prit nga ne. Janë brezi më i ri, të studiuar tash, po janë më të përkëdhelur, tha. Se çdo gjë e kanë nga prindrit. Më kujtua ky, e thash, ky të paktën e pranon. Po janë një pjesë tjetër, jo e vogël, për mua ignorant, edhe ignorant intelektual, edhe militant. Se të tjerë që quani patronazhista, e më thejtë, thash, unë smere me këto grupime partish, se janë berë nga të dy palë patronazhista, edhe majtas edhe djathtas. Me në krye, patronazhistat e majtë. Çfarë presunë, ti, tjetri, nga i bresi tillë, që shajnë, që komentojnë kodra pas bregut, që nuk arrin të kuptojnë se çfarë thua, çfarë analizon, do me thënë nxjerrin
Zoçka nga veset iganisura, pa aftësi logjike në kuptimin e termave të fjalës, pa le të frazës jo e jo, dhe të tërësisë, të statusit, që paraqesim për shembull në Facebook. I Korej tillë, i Korej i atillë. Kush je ti që e ve me politikën, kush je ti që e ve me Berishën, e përballesh me Ramën, çfarë je ti para tyre, një logjikë pa logjikë, një reagim pa reagim, një nivel pa nivel. Kaq desha të thesha, mu kujtua ky person. Për mua person pozitiv, sepse ja ka bërë atë gjykim vetes dhe e bërë atë rëfim si në prifti në kish para meje. Më çudita vërtet. Për mua është njeri pozitiv, sepse nuk bën të zgjuarin aty ku nuk është i zgjuar, nuk bën të diturin aty ku nuk është i ditur. Bën njeriu, sepse për mua është njeri prap, është njeri dhe pozitiv, njeri pozitiv. Shpat më të punës, ditë e natë, në timon, nga Shqipëria në Greqi, nga Greqia në shtetë tjetër, për të nxjerrë bukën e gojës të familjes. Ama, për një vend dhe për të ardhmen e tij nuk mjafton vetëm kaq. Duhet edhe brezi i lëçitur, i studiuar, i lexuar. Jo i celularizuar. Kaq desha të thesha, e përshëndes këtë mik, dhe është i mirë pritur sa herë të vi. Her tjetër, kur më thot jo, drejtori, unë do t'i prulem, do t'i lutem, ose do bëj sikur Jon ja dëgjova po, e do t'a fut në ndërmarrje. Mirupafshim.